Një program I ri pas shkolle, I cili do të shoqërohet edhe me ofrimin e ushqimit në ambientet mësimore, pritet të nisë si projekt pilot në 30 institucione arsimore në kryeqytet, duke filluar nga viti ardhshëm shkollor. Për shumë prindër në qytetin e Korçës, ky program shihet si një zgjidhje konkrete, pasi një pjesë e tyre janë të detyruar të shkëputen nga puna për të marrë fëmijët në përfundim të orarit mësimor. Lem punën që më marrin njerin nëna ime, për shembull gjyshja, ose nusja, ose babai, ose njeri, dikush. Dhe është problemi I madh se ne lem punën që më marrin fëmijët. Jeni dakord që të shtrihet në gjithë Shqipërinë? Normalisht si dakord, se po lem punën dhe po vim jo vetëm unë, po të gjithë prindrit po t'i pyes. Për shembull, është problemi I madh për të gjithë këtë. Këtë nëse bën një zgjidhje, mirë është për njerëzit. Po është ide mirë, sepse të ndihmon më tepër tek pjesa e bërjes së detyrave të shtëpisë në shkollë që prindrit janë shumë të ngarkuar dhe pjesa më e madhe më thënë ju mbetet I bëjnë detyrat fëmijët kur vijnë prindrit në darkë ose gjë që nuk është e mirë për një fëmijë. Nga ana tjetër, në mungesë të prindërve, shpesh janë gjyshërit ata që kujdesen për fëmijët deri në kthimin e tyre nga puna. Edhe ata e vlerësojnë nismën si një ndihmë të rëndësishme për familjet. Po gjerë vinë prindrit e tyre nga puna, gjyshja merret me ta. Është ngarkesë lodhja? Po edhe është një çik ngarkesë, po çfarë të bëjmë? Shumë dakord jam. Është më mirë se aty fëmijët edhe mësojnë më shumë, e kanë mësuesen pranë, se neve si ndihmojmë dot. Kështu që them se është më mirë. Programi do të përfshijë nxënësit nga klasa e parë deri në të 5-ën, duke u ofruar mbështetje shtesë arsimore dhe qëndrim të zgjatur pas mësimit. Pas fazës pilot, ai pritet të zgjerohet edhe në bashki të tjera të vendit.